Loredana festoi ditëlindjen e saj në një festë madhështore ku të ftuar ishin disa nga personazhet e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Por ajo çfarë ishte surprizë për fancat ishte se ditëlindja e Loredanës bëri bashkë Eglin dhe Xheneta Fetahun. Në mënyrë rekord, në rrjetet sociale u bën virale momentet e Xhenetës dhe Eglit në ditëlindjen e Loredanës. Dallimi mes tyre u pa qartë derisa Xheneta nuk ndaloi asnjë moment duke kërcyer dhe kënduar, dhe Egli që shkoi si e ftuar nuk ja morri gjithë vëmendjen e ditëlindjes. Në video që po qarkullojnë shihet Xheneta e cila la në hije dhe vet Loredanën. Ky ishte takimi i parë mes Eglit dhe Xhenetës, që nuk i shpëtoi syrit e mediave roz. Nga ana tjetër vije re mungesa e gjestit, që me sa duket i ka ndarë punët edhe me Eglit takon. Egli dhe Xheneta nuk janë parë në asnjë moment të afërta me njëra tjetrën, por gjithmonë paraqitjet e të dyve ka qenë në distancë nga njëra tjetra. Na duhet të kujtojmë se lidhja e Eglit dhe Xhestit po tërheq akoma vëmendjen e publikut, derisa nga ata të dy nuk ka ende asnjë lloj reagimi. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.